emër të mjedisit, në emër të mbrojtjes së shpendëve, në emër të mbrojtjes habitatit, të biodiversitetit, shkojnë në Zvërnec dhe i parkojnë të gjitha makinat mu në rër dhe protestojnë për flamingot. Ne do kemi probleme, pa tjetër. Për sa kohë do kemi njerëz që nga një anë shfaqen për Instagrame me lloj-lloj kremrash, se parfumet nuk ja u ndjen erën kur i dalin në Instagram, me lloj-lloj kremrash, me lloj-lloj rrobash, në lloj-lloj sfondesh. Jam në Toskana, ju përshëndes nga Parisi. O, sa e bukur Vjena, edhe mbrapa Mozarti që këndon, edhe të larta, dhe këtu në Shqipëri, e pin atë pijen që kanë marë për t'i bërë reklam, edhe pastaj e hedhin, si mos kemi probleme ne, e mësë Shqipëri e sapi, duam flamingot, do flamingot, po je sigur që të duam flamingot ty? S'kan goj, kam goj unë, edhe për ata. Kjo është, kur thoshte miku im, Indjej Buerlako, të kesh dy bëth, gjitha mbashe, njëta qash. Kështu është. Tani kam një gjë, se pata një telefon nga një djalë, atje në protest. Me këj kishe, tha, të punë e patriotëve, tha, se edhe unë jam patriot. Qa dhe patriotësh? Jo, tha, se the diçka, tha, që ata patriotët e Instagramit, ata patriotët e influencimit, ata patriotët e Facebookut, ta marrin udhëheqjen e kësaj lëvizje dhe pastaj t'i shohi populli kush janë, qa kanë, si e kanë, për fakt s'ishte për të. Po i thash gjë, ti e patriot, po tha, unë jam patriot. Po qofse e patriot, i thash, pse merr pjesë në një mashtrim publik? Për qa merr pjesë ati? Si tha marrë pjesë në mashtrim? Po pse i jep fytyrën tënde, i jep zërin tënd, i jep patriotizmin tënd, i jep pasionin tënd, atë dhe dashës një mashtrimi? Jo tha, si, po si thash, ti je patriot dhe pranon që të kërkohet vdekja ime tradhtar, edhe pranon që të flitet për lloj-lloj gjërash duke u nisur nga një gënjeshtër? Pse nuk thua ti si patriot, dëgjoni këtu djema. Unë jam këtu sepse unë e dua Shqipërinë, dhe ai e do Shqipërinë. Unë jam këtu sepse unë nuk pranoj që të shitet Sazani. Nuk e pranoj. Po se pranoj as unë njerë, po nuk e pranoj. Unë jam këtu se unë nuk e pranoj që Zvërneci të betonizohet. Kështu që unë dua që ti bashkë me mua të shkojmë dhe të shikojmë letrat, të kërkojmë llogari. Jemi patriot. Po ti i thash, nuk mundet do të jesh patriot që ju fshet vërtetën atyre që të rrethojnë. Se atëherë nuk i bie ti jesh patriot, i bie ti jesh manipulator, i bie ti jesh skuth, i bie ti jesh dikush që nuk ka lidhje fare me atë që njerëzit. Tha, unë nuk kam lidhje me ato që thonë ata, të tjerët. Unë kam shqetësimet e mia, unë kam botë kuptim, por në rregull fare, s'kam unë asnjë problem me këto, i thash. Të gjitha këto janë shumë në rregull. Por pse ti si patriot, dhe çfarë është ky patriotizëm, për ta vendosur Shqipërinë në një sherr që nuk është fare sherrion. Nuk është sherrion. Kuptoni ju, unë e ndjek atë senatorin e madh të famshëm, kandidatin për president Bernie Sandersin. Unë nuk e di, a e dinte Bernie Sandersin se ku bie Shqipëria deri para pak ditësh. Po unë di me siguri një gjë, që gjithë